Për shkak të punimeve që do të kryhen në aksin rrugor Librazht-Korç në fshatin Dragostunj, autoriteti rrugor shqiptar së bashku me policinë e shtetit informuan se do të ketë bllokim të përkohshëm të qarkullimit të automjeteve në këtë aks rrugor. Gjatë këtij intervali kohor, aksi rrugor do të jetë i pakalueshëm për mjetet, veçanërisht për mjetet e tonazhit të rënd. Pikat e kalimit kufitar janë njoftuar për informimin e drejtuesve të këtyre mjeteve për bllokimin e përkohshëm të qarkullimit. Gjatë kohës së bllokimit të lëvizjes do të lejohen të qarkullojnë vetëm autoambulancat, mjetet zjarfikse dhe ato të policisë. Rruga Maliq-Lozhan-Moglic-Gramsh e më pas drejt Elbasanit është e vetmja mundësi udhëtimi për gjithë drejtuesit e mjeteve të juglindjes, të cilët duan të shkojnë drejt Tiranës në datat 4 dhe 5 shkurt nga ora 22 mbrëmjes dhe deri në 5 të mëngjesit. Shërbimet e policisë dhe kontraktorët e rrugës do të jenë të pranishëm në terren për menaxhimin e situatës, garantimin e rendit dhe të sigurisë rrugore. Autoriteti rrugor shqiptar ka kërkuar mirëkuptim nga ana e drejtuesve të mjeteve, respektimin e sinjalistikës dhe të udhëzimeve të shërbimeve të policisë, si edhe për shmangjen e lëvizjeve të panevojshme gjatë intervaleve kohore të bllokimit.